Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Francesca Murati rikthehet në Big. Ja çfarë roli do të ketë. Francesca Murati, ish banorja e Bigut, i është bashkuar zyrtarisht formatit si opinioniste. Lajmi është bërë i ditur gjatë emisionit ku ka qenë e ftuar dhe ka ngjallur menjëherë interes në rrjetet sociale, ku fansat e Bigut e kanë pritur me entuziazëm rikthimin e saj. Si opinioniste në fan club, Francesca do të komentojë zhvillimet më të fundit brenda shtëpisë së Bigut, do të analizojë lojën e konkurrentëve dhe do të sjellë perspektivën e saj si dikush që e ka jetuar përvojën nga brenda. Së fundmi ajo është angazhuar shumë në rrjetet sociale me reklama dhe video nga jeta e saj në Tiranë dhe Londër. Kujtojmë se Bigu do të startojë për shumë pak ditë më datë 20 dhjetor. Ende nuk janë zbuluar kush do të jenë dy opinionistët, mirë po ajo që dihet është se edhe këtë edicion Ledion Liço do të moderojë. Emra të shumt kanë qarkulluar si banor të këtij edicioni, mirë po më datë 20 do zbulojmë të gjithë protagonistët e këtij viti.